Rreth rrotullimin e hyrje të qytetit të Shkodrës pranë Begjestenit vijon të mbetet një nga pikat më problematike për qarkullimin rrugor, duke shndërruar shpesh dhe në burim aksidentesh. Në këtë nyje të rëndësishme trafiku ndërthuren disa akse kryesore, përfshirë hyrjen e bypassit të Shkodrës dhe aksesin drejt pedonales së Molos. Situata komplikohet dhe më tej nga i lëvizjet e çrregullta të përdoruesve të biçikletave, të cilët në shumë raste qarkullojnë në mes të rrugës dhe jo në kursitë dedikuara për ta, që do këto të fundit ndodhen një pikë as pak të përshtatshme, siç është hyrja e bypassit. Kjo bën që të rrezikohet jeta atyre dhe të vështirësohet lëvizja mjeteve. Qytetarët pranojnë se shpesh janë vetë përdoruesit e rrugës që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit, ndërsa theksojnë se rreziku në këtë zonë është i përhershëm dhe kërkon më shumë ndërgjegjësim. Me prej rrugën do është në zonë rrezikshme, kuda edhe atje, edhe kuda. Po kena frikë mos se ecin shpejt makinat. Po normal më që duhet me pas i vije më rregull më, se duhet të pas me kalimin në kalime, se kështu nuk zgjidhet problemi kështu me rrotullimin me kështu. Bota i ka zgjidhur me në kalime, mi kalime. Ma ne të kom frikë vesh se kom hallë mërë këtë autobuzi. Ka kanë me shku njerëzit, maginat kanë me shku, i ke rrugë tash është. I ke kursiu rrugët është. Njerëzit dhe me ikë nej, dikush dhe me ika nej. Por në një që e din për shkakun rregullore në qarkullimit, që janë me bicikleta, ecin kratë vetë, se sheftuar makinën. Po frikë në morë burë, se vinë edhe veturat vinë plumb, vinë edhe veturat shpejt. Që ka me bo, i ka rrugë të shkamet. Pareqen që ka len makinat, është rruga atje, po na janë të pa kujdes shumë vetë. Me nisjen e sezonit veror dhe shtimin e fluksit të automjeteve, vizitorëve, qarkullimi në këtë segment pritet të bëhet dhe më i ngarkuar, si pasojë rritet dhe rreziku për aksidente, veçanërisht për këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave. Ekspertët e sigurisë rrugore dhe qytetarët kërkojnë më shumë monitorim dhe qarkullim nga strukturat e policisë rrugore, duke konsideruar këtë zonë si një nga pikat që duhet të jetë vazhdimisht në fokus. Në muajt e fundit në këtë segment kanë munguar aksidentet e rënda, disa prej të cilave kanë rezultuar dhe me pasoja fatale.